Më vjen keq, por nuk e kuptoj se ku do të arrish. Mendoj se më ke ngatruar me dikë tjetër. Mendove se do fshiheshe mes njerëzve pas një problem, e po unë s'do ta lejoj këtë gjë. Je thjesht një vajzë që thua fjalë pa kuptim. Mjaftë. Dije se kjo marrëzi ka orët e numëruara. Ky film serial u mundësua Bëri si të duash, por një ditë unë do ta heq maskën. Ej, prit pak, ndalo. Çfarë do nga unë? Por kjo është një unas. Thua me të vërtetë Rina dhe Kajto po putheshin. Tani mjaft qave, ndoshta je ngatëruar. Jo. Nuk është e mundur, jam e sigurt që je gabuar. Po prit pak, ndoshta ai thjesht po e ngushëllonte. E gjeta, po bëni ngar se kush e mbante shikimin pa shkëputur më gjatë. Dhe sipas teje kishte nevojë të shkonin deri në Tarac? Ke të drejtë. Mendoj që thash diçka pa mend. E po nëse je kaq shumë keq, pse nuk shkon të flasësh me Kajton? Ndoshta këtë herë Anon ka të drejtë. Ndoshta u gabova. Por me siguri kështu është. Mund të kem keq kuptuar gjithçka. Tani do të më jap një shpjegim. Kajto, më fal. Ç'kemi, Lucia? Ka ndonjë problem? E po unë doja... Pra, më thuaj, jepi. Doja të dija çfarë po bënit në Tarac ti dhe Rina. Do më thëna pas ke parë.